Pas medaljes artë të fituar 3 ditë më parë në mitingun ndërkombëtar në Bullgari, ku zuri vendin e parë në garën e vrapimit 400 metra, atleti i talentuar shkodran Franco Burraj, së bashku me trajnerin e tij, Bruno Rotani, udhëtoi direkt nga Sofia drejt Beogradit për t'u bashkuar kombëtares shqiptare në kampionatin ballkanik të sallave të mbyllura, me pjesëmarrjen e 21 shteteve. Gara e 400 metrave, ku konkuronte kampioni shkodran, ishte mjaft e fortë dhe me rivalitet të lartë. Për të përcaktuar fituesit, u zhvilluan 6 bateri. Në baterinë e tij, Franco mbërriti i pari në finish me kohën 47 sekonda e 30 të qintat. Në renditjen e përgjithshme të 6 baterive, ai u klasifikua në vendin e tretë, duke u ngjitur në podium si fituesi medaljes së bronzët. Këto 2 rezultate të suksesshme brenda harkut kohor prej 3 ditësh dëshmojnë formën shumë të mirë sportive që po kalon atleti shkodran Franco Burraj. Së bashku me trajnerin e tij Bruno Rotani, ata kanë objektiva madhor për vitin 2026. Pjesë e kampionatit ballkanik të sallave të mbyllura, i zhvilluar në Beograd pas ditën e së shtunës, më 21 janar, ishin edhe një grup atletësh të njohur të ekipit Vllaznia, të cilët zhvilluan paraqitje të mira. Kështu, Leandro Çardaku në garën 60 metra regjistroi kohën 7.06 sekonda. Kolindo Kiri në kërcimin 3 hapësh arriti rezultatin 14.08 metra. Muhamet Çangeli në kërcimin së gjati realizoi 7.14 metra, ndërsa Durion Idrizaj në 60 metra me pengesa regjistroi kohën 8.75 sekonda.